Në mesditën e së premtës, qytetarët ju drejtuan zyrave të EVN-s në lagjën veri të Shkupit për të shprehur siç thonë ata revoltën e tyre kundër çmimeve të larta të faturave të energjisë elektrike. Organizatorët e protestës dorëzojnë një kërkesë me shkrim në 2 gjuhë tek drejtori i EVN-s në këtë njësi, Lirim Sulejmani. Derisa qytetarët presin se çfarë do të bëhet në atakim, ata mbajnë në duar faturat e larta dhe borxhet e shumë fishuara nga kamat vonesat. Argjimet janë shumë pak, a llogaria vin shumë tepër. Do të thotë më shumë të holla jemi të dhënë për EVN-n se sa për ushqime dhe për mimbartje tjera. Vina këtu, edhe këtu s'na marrin dorë, tu prit me orë tona që të marrim vesh se çka është problemi. Do të thotë çdo fitim që bëjmë duhet m'ia dhënë EVN-s. Atë çmimet e nalta që janë, që s'mundemi t'i përballojmë më. Dihet se popullata shumica janë me ndihma sociale, merr një ndihmë prej 2000 dinarëve, llogaria vjen 6000 dinarë për rrymën. Ku më i marra më të pare? Kërkesat e Këshillit Organizativ ndaj korporatës për shpërndarjen e energjisë elektrike EVN Maqedoni janë që të ulën çmimet e energjisë elektrike, të falen borxhet e rrymës për disa kategori të qytetarëve, të largohet nga fatura 33% dhe të largohet pagesa prej 500 eurove për kyçje në rrjetin elektrik. I dorëzuam kërkesat tona. Kërkesat u arkivuan. Nuk lam hapësinë për diskutim. Takimi zgjati vetëm 5 minuta. Kemi dhënë afat 10 ditë për të na dhënë përgjigje për këto kërkesa. Nëse nuk kemi përgjigje, nëse nuk përmbushen kërkesat e qytetarëve, po ju premtoj që protestat do të vazhdojnë prapë. Nuk do ndalemi dhe nuk e dim se si do jenë protestat në të ardhmen. Nga kompania EVN kanë përsëritur qëndrimin se protestuesit janë drejtuar në adresë të gabuar dhe se ata duhet të drejtohen tek Komisioni Rregullator për Energjetik, ndërsa ky institucion thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë ankesë, por janë të hapur për çdo kërkesë të qytetarëve që ka të bëjë me çmimin e energjisë elektrike. Protestuesit kërkojnë përgjegjësi ndaj kompanisë EVN, duke thënë se pikërisht ata u dërgojnë faturat dhe i shkyqin nga rrjeti elektrik. Protest me moton e njëjtë sot u mbajt edhe në Tetov.